Të nderuar shikues Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pavati i sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës, ku po luhet ndeshja e volejbollit për meshkuj Vllaznia Tirana, e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Jemi në setin e parë të ndeshjes, shifrat janë 16 Vllaznia, 20 Tirana, e cila vazhdon të shënoj përsëri në këto momente. Është një set i parë më i mirë se sa skuadra e Vllaznisë, e cila mbrojtje në të mërkurës, po në këtë pallat sporti u mund nga ekipi i Partizanit me rezultatin 0-3. Ndeshja së mërkurës Vllaznia Partizani ishte vlefshme për ligën Gjergj Kastrioti, ndërkohë që kjo e sotmja është vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Shërbimi për Vllaznin në këtë momente me Fatjon Çekini, që ka kaluar shërbimin dhe ka shënuar Palacios, numri 4 i Vllaznisë, Sebastian Palacios. Pika 18 për ekipin Kuqe Blu, që ka një frymëmarrje në këtë momente, kërkon që të mos e lejoj Tiranën të mbyllë me fitore këtë set të parë, e cila Tirana ka udhëhequr gjatë gjithë setit, por në këtë momente Vllaznia është rizuar dhe pushimi i kërkuar në këtë momente nga trajneri i Tiranës, pikërisht kur ka konsaktuar një ecuri të Vllaznisë deri te pika 19, ndërkohë që Tirana është në kuotën e 23 pikëve. Tekniku i Partizanit Erben Sako kërkoi pushim për të karikuar skuadrën që të mos lëshoj dhe të ecë në ato parametra siç ishte me fillimin e pjesës së parë, ku udhëhoqi dhe në fakt vazhdon të udhëheq me +4. Shërbimi për Vllaznin është Fatjon Çekini, numri 10 i Vllaznisë, kalon shërbimin, organizohet Tirana. Vega pret Jukni me topin e para mjaft mirë, kapiteni Çafarena, por e zotron topin me sy Tirana, që kërkon pikën, duke lejon Vllaznia, përsëri Çafarena dhe përsëri Tirana në sulm në këto momente. Sërish me Çafarena, Palacios, bloku i tyre mjaft i mirë dhe Çekini shumë bukur. Ka mjaft mirë topin e parë, por nuk arrin të kombinoj me kolegët e tij dhe jep një shans Tiranës që të jetë shumë pranë fitores e setit parë, kur është vetëm një pikë larg. 19 Vllaznia, 24 Tirana. Numri 10 i Tiranës, Aguirre në shërbim, është Ozil Aguirre, ka shutuar fort nga shërbimi, por ka Çafarena, pastaj ai vet pasi ka kapur topin e para, i vet ka shutuar fort duke shënuar pikën e 20 për ekipin e Vllaznisë ndaj 24 të Tiranës. Kapiteni Çafarena në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Dhe shënon drejt për drejt. Një frymëmarrje e Vllaznisë, një zgjim pikërisht në pikët e fundit. Në 3 pikë është ngushtuar diferenca. Gjithnjë në favor Tiranës, vetëm një pikë i duhet bardhë bluve për ta mbyllur setin, por Vllaznia ka shansin të kryer këtë shërbim me Çafarenën. Ka kaluar shërbimin, sulmi për Tiranën. Jukni ka topin e parë, Çekini dhe Guerra. Alberto Guerra përplas topin në bllokun e Tiranës. 22 Vllaznia, 24 Tirana. Emocione në të fund setit parë. Kuqe Blut kanë mundësi që të afrohen barazimit. Po shikojmë Tiranën që ka shënuar
pikën e 25 pikisht me autor Fabio Hoxha. Mbyllet ky set i parë me fitoren e ekipit bardhë dhe blu, duke kaluar në avantazh 22 me 25. E ka njësur mirë skuadra bardhë dhe blu e Tiranës që të fitoj setin e parë dhe të hedh një hap drejt fitores së ndeshjes, por janë në lojë edhe dy sete. Dy sete që nëse merren sërish nga Tirana, fitohet e gjithë ndeshja, dhe nëse Vllaznia fiton një set, atëherë barazohet rezultati dhe vazhdon loja. Kujtojmë përbërjet e skuadrave. Vllaznia ka në përbërjet kësaj ndeshje këto voleybollist Sebastian Palacios numër 4, Saad Duro numër 5, Endri Jukni numër 6, Gentian Cura numër 8, Ardit Taflaj numër 9, Fation Çekini numër 10, Gilman Talani numër 11, Nikolin Qafarena numër 12, kapiteni i skuadrës, Gersi Jula numër 14, numër 14 pra Jula, Alberto Daniel Sierra numër 15 dhe Enit Daniku numër 19. Trajneri i Vllaznisë është Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermar Kraja. Në krahun tjetër Tirana e drejtuar nga trajneri Arben Sako dhe Klodian Farhati kanë këtë përbërje. Regis Shehi numër 1, kapiteni i skuadrës Hendil Kona numër 2, Gesti kapitani numër 4, Fabio Hoxha numër 5, Kreshnik Male numër 6, Rej Bala numër 7, Emilian Gjabrahimi numër 8, Denis Demko numër 9, numër 10 është Ozuril Aguirre, numër 11 Aldo Kupi, Ergi Predi numër 12, Santiel Kamenica numër 13, Vicente Vega numër 15 dhe Giacomo Conte numëri 23. Takimin për gjykon dyshi arbitrave Enri Zenullari, gjyqtari i Kullës, dhe Angelo Broca, gjyqtari i Fushës. Ka nisur dhe seti i dytë dhe nuk arrin Vllaznia të mbajnë lojë me gjithë pati sakrificë, jo pak. E nis Tirana në avantazh 0-1, ashtu siç e nisi edhe setin e parë. Aldo Kupi kalon shërbimin për bardhë dhe blut, ku në përgjigjet me njëherë Gersi Jula që barazon rezultatin në 1-1. Kapiteni Kuqe Blu Nikolin Qafarena në shërbim, njëri prej dy Qafarenave, sepse tjetri Anton Qafarena luan jashtë, shënon direkt nga shërbimi kapiteni Nikolin Qafarena dhe kalon avantazh Vllaznin 2-1. Pra thamë që Anton Qafarena ndër më të mirët e voleybollit shqiptar, ka disa vite që luan jashtë Shqipërisë, titullar dhe ekipit kombëtar, në kontribut madh tek kombëtarja, por edhe tek Vllaznia, kur u shpall edhe kampion i Shqipërisë me Vllaznin, ato kohë të drejtuar nga trajneri Mark Koroçi. 2-2 rezultati, shërbimi për Tiranën me numrin 10 Uziel Aguirre.
pretendime Vllaznia për këtë pikë të dhënë në favor të Tiranës. Reagon Vllaznia, por gjyqtari i Kullës Edni Zenullari është i bindur që ishte pikë për Tiranën. Nuk është marrë mendimi gjyqtarit të fushës, edhe pse Vllaznia e kërkoi një gjë të tillë. Dhe vijon pika tjetër për Tiranën, 2-4. Kujtojmë që ndeshjen e kaluar me Partizanin që luajtur të mërkurën në këtë pallat sporti, Vllaznia pati pretendime për gjykimin e ndeshjes dhe si për ironi të fatit ishte pikërisht ky arbitër Edni Zenullari, i cili bëhe protagonist në reagimin e Vllaznisë. Ndeshjen e kaluar me Partizanin ishte gjyqtar Ansor, gjyqtar i fushës. Aty pikërisht ku Vllaznia kërkoi problematiken për një vendosje të gabuar të Partizanit, u vonua loja 4-5 minuta dhe vazhdoi ashtu siç e vendosi me herët Zenullari. Dhe përsërin në këtë momente ishte pretendime të Vllaznisë ndaj gjyqtarit Zenullari, por loja vazhdon. Ne thjesht pasqyrojmë atë çfarë shikojmë në fushën e lojës. Ka u futur në kompetencat e vendimeve të gjyqtarisë, të arbitrëve përkatës. Janë të tjerë ato që i vlerësojnë mirë apo keq vendimet e tyre. Rikthehemi në fushë Tirana në këtë aksion. Shënon me anë të Vegës, pikën e 6-3 të Vllaznisë. Edhe kjo seti dytë po dominohet nga skuadra bardhë blu. Shërbimi për bardhë blut me Fabio Hoxhen. Safarena ka topin e parë. Nuk është kapur mirë. Dhe pikë për Tiranën është 7-ta. Dhe këtë set të dytë gjendja seteve 0-1 për Tiranën. Sërishmi Fabio Hoxha në shërbim për bardhë blu. Sierra nuk arrin të kalojë si duhet Talani. Në momente jo të mira të Vllaznisë pritet nga çastin dhe një pushim i kërkuar nga trajneri Artan Kalaja, ndërsa edhe kjo pikë shënohet nga Tirana, patjetër se do të kemi pushim nga Vllaznia, por kjo pikë e Sierrës është një frymëmarrje për Vllaznin, e ngushton diferencën në 4-7. Kupi për Tiranën ka kombinuar me Aguera. Sierra i kthehet topin blok nga Malaj dhe Vega, një blok 2 bardhë blu. Pika 9 për Tiranën. Vicente Vega në shërbim, i fort në shërbim, por kapet nga Sierra, që shuton fort, por ja kapin topin. Mjaft mirë Tirana, sulmi për Vllaznin, përsëri tek Sierra, që me ngjecje këtë radhë ka shënuar. Pra, jo pak herë koordinimi nga tentativa për shutim tek ngjecja i rezultat siç ishte ky moment i Vjerës, pika 5 për Vllaznin, 5 Vllaznia, 9 Tirana. Është
Alberto Sierra, i cili shpërdoron këtë shërbim. Limit të ndërët e tjera, i në tentativë për të ekzekutuar me forcë dhe shkallë vëshërësie të fortë për të vëshërësuar kundërshtarit, shërbimin e humbet. Shënon përsëri Tirana, 5-1, 11 Tirana, e njëjta skemë, në setin e parë dhe tashmë vjen pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznis, Artan Kalaja, kur tabela elektronike e pikeve shënon shifrat e 5-Vllaznia, 11 Tirana. Përfundon pushimi i kërkuar nga tekniku i Vllaznis. Të shikojmë aty t'i shërbej teknikut Artan Kalaja ky pushim dhe të orientime që e dha skuadrës së tij. Ka kaluar shërbimin Tirana në anë të Kamenicës. Vllaznia mban në lojë mjaft mirë me Jugnin, që përsëri Jugni me Sierrën rikthejnë topin në fushë. Kupi për Tiranën dhe shoton fort atje Aguirre, numri 10, volejbollisti i huaj i Tiranës, në kitën e 12 dhe 5 të Vllaznisë. Safarena e kthen bloku përsëri Tirana, merr dhe pikën e radhës. 5 Vllaznia, 13 Tirana. Ndrim tek Vllaznia, largohet kapiteni Safarena, në lojë është Gentian Curaj, numri 8. Kamenica kalon shërbimin. Curaj ka shotuar fort. Përsëri Curaj kalon topin. Kupi. Mjaft mirë Vllaznia. Super sakrificë. Por zhvlerësohet nga finalizimi i Aguirre. Ishte me vërtet diçka interesante. Kapi ati topi nga Vllaznia në limitet e shënimit të pikës së skuadrës kundërshtare. Por Tirana e finalizoi gjithsesi. Cecchini. Ishte Sierra që gjujtë përsëri Cecchini për Sierrën. Dhe Tirana mban në lojë Cecchini Palacios për Currajn. Pesë me 15 për Tiranën plus 10 skuadra e bardhë dhe blu në lojë. Duro, sa Duro numri 5, largohet pasuesi i parë Fation Cecchini. Por Tirana përsëri shënon drejt për drejt nga shërbimi me Santiel Kamenicën.
e 16 pikë për skuadrën bardhë blu që dëdronë përsëri trajnerin e Vllaznis. Artan Kalaja të kërkoj pushimin e dytë në këtë pjesë, në këtë set të dytë, kur gjenda setëve është 0-1 për Tirana. Dhe pikët aktuale në këtë set të dytë janë 5-16 për bardhë blu. Rifidhon ndeshja përsëri me shërbimin e Kamenicës për skuadrën bardhë blu që kryeson 5-16. Duro pas për Talanin për gjyqja e tij bllokohet nga Tirana në 10 dhe pika 17 dhe 5 e Vllaznis. Duket që dhe kjo set i dytë po mbyllet me fitoren e Tiranës. Përsëri Kamenica për bardhë blut. Curaj. Duro për Curajn. Jukni dhe kalon Palacios. I pa përmbajtshëm numri 10 Oziel Aguirre që regjistron pikën e 18 për ekipin e Tiranës dhe 5 të Vllaznis. Në rrin tek Vllaznia në lojë është Daniku. Largohet Gilman Talani, në lojë është Enit Daniku me numër 19. Curaj, Duro për Palacios. Pika 19 për ekipin e Tiranës që vazhdon dominimin absolut në këtë set të dytë, ndërkohë që seti i parë pati me tepër rivalitet. Ardit Tafra në lojë në këtë momente duke zëvendësuar Sebastian Palacios. Përkja përdu në këtë momente me Saduro, Ardit Taflajn, Palacios, Daniku, Jukni dhe Curaj. Duro për Curajn që ka shënuar me ngjecje. Në rrim tek Kuqe Blu, largohet Endri Jukni, rikthehet në fushë Gërsi Jula. Taflaj nga bonua shërbimi në loj Jukni. Rezultati 6 Vllaznia 20 Tirana që marshon drejt fitores edhe të këtij seti. Por jep mundësi në këto momente Kreshnik Malaj me humbjen e këtij shërbimi që me një largohet nga fusha duke lënë hapësirë aktivizimi numrit të 2 duke rikthyer në fushë Konën sa të Duro në shërbim për Vllaznin e majta e tij karakteristike në të rradhët paktet që ekzekuton me të majtën e tij. Topi i është përplasur në gjoks shumë i fort këtë top për Durrën. Pikë për ekipin bardhë blu, pika 21 dhe 7 të Vllaznis, një Vllaznia e cila ndryshe nga seti i parë që rivalizohet deri tek pika 21 tashmë duket e dorëzuar edhe me të pikë të pesuar direkt nga shërbimi që shkon në pikën
e 22 edhe 3 i duhen Vllaznis, i duhen Tiranës për të mbyllur me fitore dhe setin e dytë. Jukni, Durro për Curën nga vija e dytë. Jukni, Durro për Julen, për aksioni Bardhe Blu. Thyhet nga bloku 2 i Vllaznis Jula Talani. Pika 8 për ekipin e Vllaznis, ndaj 22 të Tiranës, distancë diferencë e madhe, por gjithsesi gjithçka ndodh në volejboll. Shpëtohet edhe ky shërbim i Vllaznis dhe pika 23. Edhe 2 pikë është pranë fitores së setit të dytë Tirana. Aguirre në shërbim për Bardhe Blut. Kapur mjaft mirës. Alberto Sierra topin ka shotuar me pas, por pa sukses. 24 Tirana, 8 Vllaznia. Shërbimi për pikën e fundit sërish nga numri 10 Osvel Aguirre. Dhe një pikë dhe Tirana mbyll 25-8, nëse tregohet e saktë në këtë shërbim, por e vonon festen Bardhe Blu. Aguirre me këtë humje të shërbimit 9 Vllaznia, 24 Tirana, largohet Jugli, rikthehet në fushë Ardit Taflaj. Gersi Jula për Vllaznin. Sulmi për Tiranën për pikën e fundit. Përsëri Tirana, një tjetër sulm, por Sierra me një blok tek që tregohet shumë i saktë dhe pika 10 për Vllaznin. 10-24 në avantazh Tirana plus 14. Por ky shpërdorim i shërbimit nga Jula mbyll setin e dytë 10-25 në favor të Tiranës, e cila kryeson me sete 0-2. Gati të një seti i tretë në ndeshjes, kemi lënë pas se 2 sete. Seti i parë fituar nga skuadra Bardhe Blu me shifrat 22-25 dhe është përsëri Tirana Bardhe Blu që fiton edhe setin e dytë, tashmë me një diferencë më të madhe 10-25 dhe kryeson 0 me 2 sete. Duhet shumë punë Vllaznis për të reaguar, për të përmbysur. Rezultatin e vështirë është, por
ka pasur raste që edhe me 0-2 ndeshjet kanë shkuar me set final. Madje ka fituar edhe skuadra që ka qenë disa avantazh. Të shikojmë çfarë mund të ndodhë sonte, megjithatë Tirana është vendosur të largohet nga Shkodra me fitore. Dhe e nisi jo mirë Tirana me shpërdomimin e setit parë nga Uzuel Aguirre. Shërbimi i parë në setin e tretë i gabuar për Tiranën. 1-0 për Tiranën, shërbimi për kapitenin e Vllaznisë Nikolin Qafarena që shënon drejt për drejt këtë pikë, duke na ngrorur paksa edhe ne në koment, por edhe publikun, sepse edhe komenti të nderuar shikues kërkon rivalitet, kërkon spektakel për të qenë edhe më i larmishëm, dhe ky barazimi i Qafarës mund të ishte një sinjal i tillë, por me njërë Tirana kundra përgjigjet dhe merr avantazhin e në pikën e parë. Cekini e ka të vështirë Tirana ta mbajë në lojë këtë top dhe duket një vendosmëri, një grind, një mobilizim më i madh i skuadrës kuqe-blu, ndërkohë që vinë edhe thirrjet e tifozërisë Vllazni që kërkojnë të japin moral skuadrës kuqe-blu që kryeson në këtë moment 3-1 në setin e tretë. Është Kamenica që ndalë hovin të vrudhin e Vllaznisë me këtë pikë të dytë. Në lojë Jukni për Vllaznin, largohet Jula. Shërbimi për Vegen është Vicente Vega, dhe do të huaj i Tiranës. Sierra ka topin e parë mjaft mirë, Cekini për Sierrën. Talani, Cekini, përstëri për Talani. Funksionon mirë kombinimi Cekini Talani. 4-2 për Vllaznin. Me rivalitet dhe me pozitive Vllaznia në të set të tretë. Duke marrë dhe mbështetjen e tifozërisë shkodrane, kryeson 4-2. Kamenica me këtë pikë e ngushton në 4-3. Sartjet Kamenica për Tiranën në këtë momente, shërbimi për Bardheblut. Sierra, përsëri Sierra. Finalizon numri 10 Aguirre. Gallegos duke barazuar shifrat në 4-4. Kamenica në shërbim për Tiranën. Qafarena, Cekini për Sierrën, e ka lënë thjesht topin. Dhe sërishmi numri 10 Aguirre, Gallegos. Sustenon pikën e 5 duke dhënë avantazhin +1 Bardhebluve. Kamenica në shërbimi për Tiranën. Inteligente kjo ngjecje e Sebastian Palacios, që barazon rezultatet me një finte, mund themi, siç komentohet edhe në futboll. Një prekje lehtë e topit dhe ngjecje suksesme për kuqe-blut, barazim 5-5. Shërbimi për Alberto Sierrën e Vllaznisë.
Ka gabuar në shërbim. Malaj, shërbimi për Tiranën dhe pikë për Vllaznin. 6-6. Shifrat flasin vetë për ekuilibrin, për rivalitetin dhe paraspeshin e këtij seti, që Vllaznia kërkon ta marrë për të rihapur takimin. Urgjenda setëve është 0-2 për Tiranën. Çekini për Qafarenën. Çekini tashmë për Julen, që ka finalizuar me pikën e 7. Avantazhi i Vllaznisë 7-6. Palacios në shërbim për Vllaznin kalon shërbimin mjaft mirë. Talani, Çekini për Julen, sulmi për Bardhe Blut. Çekini për Julen. Topi ka Ka diskutime për një prekje, apo topi ka dalë jashtë, sipas pretendimeve të Kuçiblove, por nuk ka ndryshim vendimi. 7-7 barazim. Çekini. Jula, Gjersi Jula është ai që i jep avantazhin Vllaznisë. 7-6. Faton Çekini në shërbim për Kuçeblu. Vega shënon për Bardhe Blut, barazot rezultatin në 8-8. Shërbim për Bardhe Blut, ka vëshëllim nga tifozeria Kuçiblu për ta orientuar Guerën dhe ashtu ka ndodhur. Ndoshta ky konfuzion dhe këto vëshëllimat e tifozerisë ndikuan në aspektin psikologjik për Guerën që humbi shërbimin. 9-8 për Vllaznin, por që barazohet në 9-9 pas vegës të suksesshëm në këtë gjuhëtje. Fabio Hoxha në shërbim për Bardhe Blut. Edhe këtë shërbim i përduruar 2 radhazi për Tiranën, 10-9 Vllaznia, që insiston në marrjen e këtij seti për të rihapur takimin. Gjersi Jula në shërbim për Vllaznin. Ka gjurë të jashtë. Vega shkon +2 Vllaznia, 11-9. Sinjale pozitive për skuadrën Kuçeblu, sërish me Gjersi Jula në shërbim për Vllaznin. Gabon përsëri Tirana me Kamenicën. 12-9 +3 Vllaznia.
Gërësijula në shërbim për skuadrën Kuqe Blu. Sulmi për Bardhe Blut që finalizojnë të aksion me numër 15 Vega, ngushtohet rezultatin në 2 pikë plus 2 është Vllaznia në këtë set të tretë 12-10. Gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Vega shërbimi për Tiranën. Ka pjaf mirë Sierra, pastaj gjuan Fortalani, por e ka Tirana. Sierra, Cekini për Sierrën që të rallë, topi nuk arrin të kapet nga Bardhe Blut dhe 13-10. Plus 3 Vllaznia. Gilman Talani shërbimi për Vllaznia. Kamenica për Vllaznia mban në loj. Nuk arrin ta kaloj si duhet, sepse është blokut tek i Kreshnik Malajt që është i suksesshëm dhe është në pikën e 11 ndaj 13 të Vllaznisë. Santiel Kamenica për Tiranën në këtë shërbim. Safarena nuk arrin të mbaj topin, të kap topin në parë në mënyrën më të mirë. 13-12 ngushtohet rezultati. Kamenica përsëri shërbimi për Tiranën. Safarena, Cekini dhe barazon Tirana. 13-13 pas i veprimit e suksesshëm në blok të Kreshnik Malajt. Barazpesh 13-13. Kamenica shërbimi për Tiranën. Sierra kjo ngecje Sierrës dhe në avantazh Vllaznia 14-13. Sebastian Palacios, kjo është Sierra në shërbim për Alberto Sierra për Vllaznin. I fort kjo shërbim, por Tirana kap dhe e përfundon me pikë përmes Vegës, Vicente Vega dhe përsëri barazpesh 14-14. Kreshnik Malaj për Tiranën në shërbim në këto momente. Tirana ka mundësi me këtë sulm të shënoj, por nuk lejon Vllaznia. Cekini për Palacios. Topi për Vllaznin. Nuk është prekur nga bloku Kuqe Blu, ku është përplasur rrjetën, e pranoi e konfirmoi edhe vetë tekniku Bardhe Blu Arben Sako. 15 Vllaznia, 14 Tirana. Jemi në setin e tretë, gjendja e seteve 0-2 për Tiranën që ka fituar 22-25 dhe 10-25. Shkon në 16. Avantazhi i Vllaznisë dhe 14 të Tiranës plus 2.
Sebastian Palacios, shërbimi për Vllaznin. Si Tirana ka mundësi me këtë sulm, por është Jula. Gersi Jula që ka shënuar pikën e 17 për ekipin e Vllaznis ndaj 14 të Tiranës. Ky ngul shumë skuadra Koçi Blu për ta marrë këtë set. Ka humbur 2 të parët. I pari me shumë rivalitet 22-25, i dyti për të harruar për Vllaznin 10-25 dhe tashmë është rizuar Vllaznia, por humja këtij shërbimi nga Palacios e ul paksa ritmin e avantazhit për skuadrën Koçi Blu. Rezultati 17-15 për Vllaznin. Shërbimi për Aldo Kupin e Tiranës. Çafarena ka topin e Paçekini për Julen. Sulmi për Tiranën. Përsi Tirana dhe 2 herë Ravazi. Bloku Jula Çekini tregohet fantastik. Të ngullën Ravazin e 2 gjutjet. Bardhë Blu dhe 18 Vllaznia, 15 Tirana. Shërbimi për Koçi Blut me Fatjon Çekinin. Sulmi për Miç në Tirana që shënojnë me Vegen, pikën e 16, plus 2 Vllaznia 18 me 16. Ojel Aguirre, Garregos, e më gjatë voleybolistëve dhe huaj në shërbim. Një Jugli, pastaj Sierra, mbajnë topin në loj, por finalizon me qetësinë e dur Vicente Javier Vega, duke shënuar pikën e 17 për Tiranën, 18-17 rezultati. Të nderuar shikues të Veriu Sport që përndiqni drejt për së drejti nga pallati i sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës. Veriu Sport i jep të mundësi si fillavë mbrëm në sfidën në sfidën Vllaznia Partizani për meshkuj që u fitua nga Partizani 0-3 të njëjtën gjë. Veriu Sport po përcjell edhe sonte në një takim tjetër, një klasike të voleybollit shqiptar. Vllaznia Tirana e mbërthyer në shifrat 19-17 për Vllaznin në setin e tretë. Ndërkohë që 2 të parat janë fituar nga Tirana. Çafarena, Çekini dhe nuk arrin. Karton i verë në dëm të Çekinit që vazhdon të pretendoj. Ka pretendime për 4 preke të Tiranës. Ishte një dyshe me çfarë shikojmë, i preke dyshe, me çfarë shpjegon edhe trajneri Artan Kalaja, por gjyqtari i Kullës Eri Zdenullari nuk pajtohet me replikat e Vllaznis. Pa u futur në kompetencat e gjykimit, është brenda 3 ditëve për herë të dytë replikat e Vllaznis me arbitrin Zdenullari, edhe me Partizanin ka pasur shumë replika për një vendim të pretenduar nga Vllaznia në favor të Partizanit. Vion loja 19-18 për Vllaznin, është një set vendimtar
Vllaznia për të rihapur ndeshjen, Tirana për të larguar nga Tirana me fitore 0-3, 19-19. Barazot rezultati. Shërbimi për Fabio Hoxhën e Tiranës. Safarena Cekini shuton fort Gjilman Talani. 20 Vllaznia, 19 Tirana. Super rivalitet emocione në këtë set të tretë dhe duket që pikët finale kush gabon me pak do të fitoj. Nëse fiton Vllaznia këtë set rihapet ndeshja. Nëse fiton Tirana mbyllet ndeshja 0-3 për bardhë e blut. Sulmi për Tiranën. Njëzet e një Vllaznia, 19 Tirana. Tashmë është Tirana që ka një pretendim për arbitrin. Gjersi Jula në shërbim për Vllaznin, por e ndërpret entuziazëm të kuqebluve. Tekniku me shumë përvojë i Tiranës, Arben Sako. Ai që ditë manovroi, ditë të gjej pikat dobtat e kundërshtarit për ta sulmuar kundërshtarin dhe kërkon të pushim për të ulur vetëm pak sekonda ka mbajtur skuadrën thjesht për të mos lejuar entuziazmin e kuqebluve që kryesoi 21-19. Është një set si shta më herët vendimtar për fatin e takimit. Jo pak herë ka ndodhur për përmbysjet e shifrave nga 0-2 në 2-3. Është larg për të pretenduar për të rezultat, për të paktën Vllaznia kërkon ta fitojë këtë set për të ftuar në setin e 4. Jula e shpërdor. Gjitha i mund. Ajo ke ngulje, ai entuziazëm për avantazhin e Vllaznisë sfumohet nga ky gabim i Julës. 21 Vllaznia, 20 Tirana. Shërbimi për Tiranën me Vegen që gabon në të njëjtën mënyrë si gaboi Jula, gabon edhe Vega. Vllaznia 22, Tirana 20. Emocione, por dramatiteti pritet të jetë në 2 pikë të fundit, 3 pikë të fundit. Jula ka lënë topin. Kapitani i aktivizuar në fushë, Sierra dhe ka shënuar. U duk se topi preko parketin. Dy pretendime rrafase të Vllaznisë ku arbitri nuk është e këtij mendimi dhe mes fundi për herë të tretë nuk duam të futemi në kompetencat e arbitrit, por të paktën njëri prej tyre u duk se preku parketin. Njëri prej 2 pretendimeve. Gjithsesi Vllaznia kryeson 23-20. Është shumë pranë. Tashmë është dramatiteti si që komentuam më parë. Jula ka lënë topin. Aksioni për Tiranën. Topi ka përfunduar jashtë vijave kufizuese. 23-21, 2 plus Tirana që ka shërbimin me kapitanin. Numri 4 është Gesti Kapitani. Shërbimi për Tiranën. Sierra, Cekini për Sierra. Dhe vjen pika 24 për Vllaznin. 24-21 kryeson Vllaznia, edhe një pikë i duhet kuqebluve për të marrë setin e tretë dhe për të rihapur takimin. Pushim i kërkuar nga trajneri Arben Sako. I dyti pushim për Sakon.
teksa ndjen tashmë e prek shumë afër. Do shta humbjen e këtij seti, kur Vllaznia është shumë pranë, do t'ishte fatale nëse Vllaznia humb këtë set. Me këtë optimizëm, me këtë entuziazëm, me këtë mbështetje të publikut, teksa kryeson 24 me 21, edhe një pikë i duhet Vllaznisë të mbyll setin e tretë për të shkuar në rezultatin 1-2 me sete në favor të Tiranës dhe për të luftuar pastaj në setin e 4 për ta quar beset finale apo për ta fituar Tirana. Alberto Sierra ka të drejtë në shërbimit, një futbollist shumë i mirë, por pa e paragjykuar, më themi se ka gabuar, ka bën shumë në shërbim. Kërkohet nga tifozëria që t'jeti saktë, mos është përdoroj këtë shërbim që është fatal, është vendimtar për fatet e këtij seti për të mbyllur në favor të Vllaznisë. Sierra e ka shpërdoruar. Si mos me kes, po themi, si disa të tjerë, asa është i suksesshëm, asa është spektakular në shërbimet, në luftën në rrjet. Shërbimet i ka problematike. 24 Vllaznia, 22 Tirana, që aktivizon në të momente Emilian Xhabrahimi, numri 8 në shërbim, duket se tekniku Arben Sako beson tek ky voleybollist në shërbim dhe ashtu është një shërbim shumë i fortë i tij. Qafarena! Nikolin Qafarena, kapiteni i Vllaznisë, shënon pikën e 25 ndaj 22 të Tiranës dhe Vllaznia fiton setin e tretë me shifrat 25 me 21, ngushtohet gjendja e seteve në 1-2, gjithnjë për Tiranën.
Nis seti i 4, seti i përcaktuar i ndeshjes, kur Tirana kryeson 1-2 dhe lufton për ta mbyllur ndeshjen në fitorin 1-3, ndërkohë Vllaznia kërkon ta barazojë rezultatin e 2-2 për ta quajtur në set final dhe nis mjaft mirë setin e 4 me kapitenin Qafarena që shënon pikën e parë në setin e 4. Shekini për Kuçi Blut. Këtën bloku i Vllaznis, tjetër thimi bloku, por topi përfundon jashtë vijeve kufizuese, barazim 1-1. Shërbimi për Tiranën që shpërtërohet nga kupi. 2-1 për Vllaznin në setin e 4, në qendër e seteve. 1-2 për Partizan për Tiranën. Qafarena nga shërbimi, kupi, Vega, aksioni për Vllaznin, Sierra, Kono, Vega dhe jashtë vijeve kufizuese, por ka prekur njëri prej Kuçi Blut, me sa duket Talani, e pranoi edhe vet. 2-2. Barazim 2-2. Aguirre për Bardhë Blut në shërbim. Jugni e ka mjaft mirë topin e parë. Ja çfarë ndodh. Ishte duke shënuar pika tek Vllaznia, por një kontragoditje. Ja, luftë shumë e fortë për këtë pikë. Për të dy krahët. Është mundësia për Tiranën që ta mbyllë me pikë, por tashmë kalon në anën e Vllaznis që shënon nuk arrin të shënojë, duk sikur u përplas topi tek lojtarët Bardhë Blu, por nuk ishte e tillë. Merr avantazhin Tirana 2-3. Përsëri shërbimi për Ozuel Aguirre, numri 10 i Tiranës. Qafarena nuk arrin të mbajnë në lojë. Fillimisht Qafarena dhe me pas Shekini, ndonë se pozicioni i këtij fundit ishte shumë i vështirë. Katër me 2 për Tiranën. Shërbimi për Bardhë Blut. E shpërdoron në këto momente. Shpërdoron Tirana, pikë për Vllaznin, 3-4. Gjersi Jula në shërbim për Vllaznin. Kupi është Kamenica, Santiel Kamenica, që finalizon pikën e 5 për ekipin e Tiranës, që kryeson 5-3. Fabio Hoxha, shërbimi për Tiranën, Qafarena ka topin e parë, pastaj gjuan me forca atje Gilman Talani dhe pikë e skuadrës Kuçi Blu, ngushtohet në 5-4, avantazhi në favor të Tiranës. Talani në shërbim për Vllaznin. Kupi, Kamenica i papërmbajtshëm në këtë shuttim.
4 Vllaznia, 6 Tirana. Shërbimi për numrin 15 Vicente Vega. Cecchini! Intelligenti! Cecchini shënon pikën e 5 me një ngjecje të tij të vërtet profesionale. I ka të tija këto ngjecje. Shpeshherë dhuron në spektakël. 5 Vllaznia, 6 Tirana, Sierra Gabon. Shkon në +2 Tirana, 5-7. Kamenica shërbimi për Tiranën. Ka përderdime në Vllaznia, gjyqtari anësor nuk ndjehet fare. Interesant në të gjitha diskutimet se pretendojnë të dyja skuadrat, gjyqtari i fushës nuk ndjehet fare, nuk jep asnjë reagim. Gjithçka ja lënë në kompetencë gjyqtarit të Kullës. Gabon Kamenica. Ndërkohë që kam bindjen që dhe duhet jetë e mirë qënë që gjyqtarët për vendime të dyshimta, të diskutueshme dhe mund të kombinojnë njëri me tjetrin, si që ndodhë në futboll kryesor me anësorin. Në volejboll nuk ka VAR, por dy gjyqtarët duhet jenë me kombinativ. Mjaft mirë, Sierra sakrificë e kapur nga pika 0 e kap topin. Dhe Vllaznia arrin të shënoj pikën e 7. 7-8. Përsëri ka rivalitet të theksuar në këtë set të 4. Vllaznia, 8 Tirana. Palacios në shërbim, e kalon shërbimin Kupi. Përsëri Palacios mjaft mirë, Cecchini për Çafarenën. Kupi për Tiranën. Në zonë e Sierrës, por i pa mjaftueshëm për të mbajtur topin në lojë. Shkon +2 Tirana, 7-9. Ndrim të kampi bardhë blu. Largohet kapiteni Kono. Ka gabuar Kreshnik Marlaj. Rikthehet në fushë Kono. I besoi shërbimin Sako Marlaj, por nuk ishte e thënë që t'ja shpërblente. 8-9 rezultati për Tiranën. Jukni. Jula. Kupi. Thën bloku Kuçeblum. Jula Çafarena, por topi përfundon jashtë vijave kufizuese. 8 Vllaznia, 10 Tirana. Aldo Kupi në shërbim për ekipin bardhë blu. Çafarena, Cecchini për Çafarenën. Përsëri Vllaznia ka mundësi ta mbyllë me pikë të aksion dhe ashtu bën topi përplasët tek volejbolistët Tirana dhe shkon drejt për drejt tek flamuri Kuçezi, duke prekur flamurin dhe duke që ndoshta një shans për Vllaznin që shënon të pikë duke shkuar topi tek flamuri Kuçezi. Këtu po themi se mund të jetë edhe një shans për Vllaznin se vjen në këtë momente ky blok i suksesshëm dhe barazimi 10-10. Kapiteni
i Vllaznis, Nikolin Qafarena në shërbim për skuadrën Kuqe Blu. I fortë shërbimi, Tirana kap dhe finalizon me numrin 5 Fabio Hoxha. Ndërim përsëri tek Tirana, largohet kapiteni në mbikonu në lojë Regis Shehi. Shërbimi për Aguirre. Qafarena ka topin e parë, pastaj ka gjuajtur me sukses Gërsiula dhe ka shënuar pikën e 11. Barazim 11 me 11. Ishte Vllaznia në avantazh. Barazoi Tirana kaloi në avantazh. Barazoi Vllaznia dhe tashmë është Gërsiula në shërbim për t'i dhënë Vllaznisë avantazhin e radhës. Qafarena dhe blokohet Talani. Blokohet nga Kamenica dhe Hoxha. Blokohet nga bloku dysh Bardhe Blu. E kthehet në lojë Malaj. Largohet Kono. Tirana 12, Vllaznia 11. Fabio Hoxha në shërbim për Tiranën. Jukni, Qekini. Një pasim perfekt për Palacion që finalizon pikën e 12 duke baraspeshuar shifrat në këtë set të 4. 12 me 12 gjenda seteve, 2-1 për ekipin e Tiranës. Qafarena, Qekini për Sierren që e shpërfill blokun e Tiranës. 13 Vllaznia, 12 Tirana. Shërbimi për Gilman Talanin e Vllaznisë. Dhe është Palacios që ka shënuar pikën e 14 dhe me njëre vjen pushimi i kërkuar nga trajneri i Bardhe Bluve, Arben Sako. Ka qaste nervozizmi në kampin Bardhe Blu. E shikojmë në pushimin se po konsumon tekniku Arben Sako. 14 Vllaznia, 12 Tirana. 2 sete me të vërtet spektakular. I treti dhe katërti, i bukur ishte dhe i pari me shumë rivalitet deri tek pika 21. U fitua nga Tirana, por i dyti me diferencë u fitua nga Tirana. Në bloku i Vllaznisë për jashtë kufizuese ngushtohet në 1 pik plus avantazhi i Vllaznisë, ku ishte 2+. Vega, Vicente Vega, shërbimi për Tiranën e ka shpërdoruar. Janë interesant voleybolistët e huaj, asa janë të papërmbajtshëm në veprimet sulmuese në momente decisive kur i kërkohet precizion dhe saksi në shërbime shpërdorojnë. Si ishte rasti i Vegës në këto momente. Alberto Sierra ka mundësinë që të mos gaboj dhe e ekzekuton me mjeshtri. Mjaft mirë topi i parë, Qafarena dhe topi përfundon jashtë pas gjujtjes së Qafarenës. 16 Vllaznia, 13 Tirana. Super emocione edhe kjo set të ndëruar shikues të Veriu Sport që po e ndiqni këtë ndeshje drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës. E shpërdoron
Sierra këtë shërbim. Jep mundësin për pikën e 14 Tiranës. Santel Kamenica në shërbim për Bardhëblut. Qafarena Qekini për Qafarenën në këtë top që përfundon në limitin e vijes kufizuese të zonës së Vllaznisë për të shënuar pikën e 15 në kolonën e Tiranës ndaj 16 të Vllaznisë. Kamenica këtë shërbimi i tij. Qafarena Jukni për Qafarenën që shënon në saksi 17 Vllaznia, 15 Tirana. Shtohen emocionet e këtij seti që ngul Vllaznia për ta quar ndeshjen me set final. Sebastian Palacios, voleybollisti i huaj për Kuqeblut në shërbim. Qekini për Qafarenën. Nuk konkludohet si duhet ky shërbim i Vllaznisë dhe ngushtohet me 1 pikë avantazhi i Vllaznisë, 17-16. Shërbimi për Kreshnik Marlajn e Tiranës, Sierra Qekini për Sierra që finalizon mjaft mirë për ekipin Kuqeblut. 18-16 udhëheq Vllaznia. Qekini ka lënë topin pak me vështirësi. Tirana gabon numri 10 Aguerre. 19 Vllaznia, 16 Tirana. Të rrallë reagimet janë nga kampi i Bardhëblut për arbitrin duke pretenduar ishte brenda, por është përdorur më një herë Faton Qekini. Nga 19-16 për Vllaznin e çon në 19-17 po për Kuqeblut. Do ta shkojmë 2+. Aldo Kupi, shërbimi i Bardhëblut. Qafarena Qekini dhe Jula finalizon 20-17. Tashme janë emocionet të ndërruar shikues. Këtu vinë dhe drithërimat e atyre që janë fushën e lojës, e trajnerëve përkatës, e publikut në pallatën e sportit, por edhe shikuesve çunë që po e ndjekin drejt për drejt. Gabon Vllaznia në këtë sulm, kur kishte mundësi të avanconte më shumë tek pika 21 dhe jep mundësi Tiranës të afrohet në pikën e 18, 2 pikë minus Tirana. Aguerre për Tiranën në shërbim. Jukni mjaft mirë e ka topin e parë dhe finalizon Gjersi Jula pasi kombinimi perfekt me Faton Qekinin. Kjo është e Vllaznisë, e cila sa herë është mobilizuar dhe ka arritur të kombinojë në këtë mënyrë i ka arritur suksesin. Kujtojmë se ka bërë mjaft mirë në fazën e parë të kampionatit. Paq mirë edhe në ligën Gjergj Kastriotit e ka fituar 2 ndeshje në transfert. Radhazi me Skënderbeu e Kosovës dhe Ferizajn. Por tashmë është në dizavantazh për Kupën e Shqipërisë, është në dizavantazh ndaj Tiranës, 1-2 por është në avantazh 21-18 Vllaznia në setin
në setin e 4. Ishte 1-19 e shkorrigjuar pike barazhi. Shërbimi për Tiranën që gjend të pa përgatitur, prapa vjen Kuqe Blu dhe shkon në 1 pikë diferenca. Shtohen emocionet. 1 pikë plus Vllaznia, 21-20 dhe pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Artan Kalaja. Të kthehen në fushën e lojës. Shërbimi është për Tiranën me Fabio Hoxhën, kur pikët janë 21-20 për Vllaznin. Gabon Hoxha dhe jepi një frymëmarrje, një shans Vllaznisë për ta filluar avantazhin 22-20. Shërbimi për Gilman Talanin. Edhe 3 pikë i duan Vllaznisë për ta çuar ndeshjen në set final. Kupi ka finalizuar Kamenica në lojë shehi për Tiranën. Largohet Kono, janë skandrime të shpeshta mes së dyshe. 22-21 rezultati këto momente për ekipin e Vllaznisë. Shpërdoron Vega për herë të dytë në këtë set. 23 Vllaznia, 21 Tirana. Alberto Sierra në shërbim për Kuqe Blu që duhet të tregohet i kujdesshëm. Janë pikë decisive përcaktuese, ndikojnë shumë në rezultatin e takimit. I fort, i përkryer ky shërbim i Sierrës dhe kthen Jukni, por jo saksisht në gjysmëfushën kundërshtare. Pikë për Tiranën, 23-22 kryeson Vllaznia. Shërbimi për Kamenicën e Tiranës. Momente dramatike të këtij setit 4 që vendos fatin e takimit. Gabon Vllaznia në këtë sulm dhe barazim 23-23, duke pushimi i kërkuar, tjetër pushimi i kërkuar nga Artan Kalaja, i dytë i radhazi. Baraspesh dramatike në Pallatin e Sporteve Qasim Dervishi me këtë rezultat me shifrat 22-22. Tirana lufton për të mbyllur ndeshjen 1-3 me fitore kur ka fituar 2 setet e parë, ndërkohë që Vllaznia kërkon ta çojë në set final kur ka fituar setin e tretë. I ka konsumuar të 2 pushimet e Vllaznia. Shërbimi është për Tiranën përmes Santiel Kamenicës. Kamenicë kalon shërbimin, Jukni, Çekini për Çafarenën, që shënon në momentin e duhur, në vendin e duhur. I jep mundësinë Vllaznisë 24-23 të kryesojnë. Edhe një pikë i duhet Vllaznisë për ta çuar me set final, por kërkon pushim. Arben Sako. Kërkon pushim Arben Sako. Kur Vllaznia është shumë pranë mundësisë për ta çuar ndeshjen me set final. Sepse nëse fiton këtë set, barazon setet e 2-2.
kryeson me sete Tirana 2-1, kryeson Vllaznia në 84, 24 me 23. Shërbimi është për Vllaznin, janë momente me vërtet kritike, dramatike për fatet krejt në ndeshjes, mund të themi, sepse nëse humbet Vllaznia mbyllë gjithçka, nëse fiton Vllaznia atë set, vazhdon takimi. Sebastian Palacios në shërbim për Vllaznin, ka përgjegjësinë e këtij shërbimi për pikën e fundit. Palacios e ka kaluar shërbimin. E mban e loj Vllaznia. Dhe nuk arrin Vllaznia ta mbajnë e loj dhe afrohet Tirana me 1 pikë. 24 me 23. Vijojnë momentet emocionuese dhe shumë dramatike. Tashmë është Xhabrahimi, Emilian Xhabrahimi për Tiranën që ka fatet e skuadrës së tij në dorë për të barazuar rezultatin apo për ta humbur setin. Xhabrahimi ka bërë atë që i duhet Vllaznis. E ka humbur shërbimin, ka fituar Vllaznia me shifrat 26. Jo, është barazim. Ka ndryshuar, disa kishte në pikëzim, më duam se do të mbyllet. Vllaznia është 25, Tirana 24, si të qoftë, i ka fatet e dorë, fatet në gjykimit tashmë për Vllaznin. Kalon shërbimin, kupi për Tiranën. Vllaznia man topin loj, sulmi për Tiranën. Ka shpërdoruar dhe fiton Vllaznia me shifrat 26 me 24. Ja pra, çfarë është sporti i voleybollit. I papritur, me shumë surpriza. Fitoi Tirana 2 sete radhazi, përkatësisht 22 me 25, 10 me 25 dhe kundërpërgjigjet Vllaznia me 2 sete radhazi, 25-22 dhe 26 me 24. Barazim në sete, rezultati 2-2, tashmë duhet seti final për të përcaktuar fituesin e kësaj ndeshje që është e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Kujtojmë që seti final, sipas rregullosh, luhet me 15 pikë. Kush shënon i pari 15 pikë del fituesi ndeshjes. Kapitenet e skuadrave Nikolin Qafarena dhe Hendi Kondi po hedhin shortin përkatës për setin final me gjyqtarët Elri Zenullari dhe Angelo Broca. Ka një këshill arbitri për 2 kapitenet.
Gati të një seti final, seti i 5 Vllaznia në këtë set e luan me kapitenin Qafarena, me Julen, Talanin, Juknin, Sierën dhe Çekinin. Tirana me kapitenin Kono, Kupi, Vega, Aguirre dhe Malaj. Shërbimi i parë për Vllaznin, shërbimi për Tiranën, që shënon pikën e parë në avantazh Aguirre. Ndrim njëherë të Tirana në fushë Shehi, në pankin Kono. Shërbimi për Tiranën, Qafarena, Jukni, e kalon Jula dhe Vega shënon pikën e dytë, Ravazin avantazh Tirana 0-2. E ka nisur mjaft mirë Tirana këtë set 5 final. Shërbimi për Aldo Kupin, kryeson 0-2 Tirana. Kupi, Qafarena për Vllaznin, përsëri Qafarena dhe kthen pikën dhe topin Vllaznis, 2-1 rezultati. Nikolin Qafarena, kapiteni i Vllaznis. Shërbimi për të. Kupi për Tiranën, ka shpërdoruar Tirana me Hoxhën me çfarë pam, baraspesh 2-2. Përsëri shërbimi për Qafarenën e Vllaznis. Tirana, Çekini, Qafarena për Sierën, kthen bloku i Tiranës e Hoxha dhe Aguirre. Një blok i sukses që mbar dhe blu. 2-3 rezultati në favor të Tiranës. Aguirre Gallegos në shërbim për Tiranën. Jukni ka topin e para mjaft mirë, Çekini për Talanin, por Tirana zotron dhe nis të me Vegjen. E mban në loj Vllaznia. Me sakrificë e mban, por Tirana ka mundësi dhe e mbyll. E mbyll me pikë këtë aksion. Duket me mobilizuar, me karikuar skuadra e drejtuar nga Arben Sako. Skuadra bardhë blu, pretendente për të fituar kupën e Shqipërisë, përballë një Vllaznie ambicioze që kërkon të shkojë edhe ajo në finale. 2-4 avantazhi për Tiranën, Aguirre në shërbim, jashtë. Është pikë të këson gjyqtari. Me atë sa pam në pamit lirë, duke të topi përfundoj jashtë, por gjyqtarët janë me afër fushës, me afër momentit, me afër terrenit dhe vendosin ato. 2-5 kryeson Tirana, pushimi kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Atan Kalaj, i cili qetëson skuadrën, duke i kujtuar që jeni ju ato që e përmbyset, e kthyet ndeshin nga 0-2 në 2-2 dhe tashmë kërkon që t'jenë me qetë. 2-5 është rezultati në favor të Tiranës. Skuadra bardhë blu drejtuar nga Arben Sako është me pranë fitores. Dunë 10 pikë Tiranës për të mbyllur ndeshin. Vllaznia është me 3 pikë minus. Bonohet paksa fillimi i lojës për arsye të Sierra
ka një problem me lythët e këpucëve, është tashmë gati, është normalizuar. Shërbimi për Tiranën. Jukni, Qekini për Sjerrën, kthen bloku. Talani dhe topi ka përfunduar 6 vjedhje kufizuese. Vllaznia pretendon se është prekur topi në rrjet. Ndërkohë që arbitri i Kullës Enel Zenullari është i mendimit që ishin 4 takime pa u prekur nga kundërshtari, ndërkohë që Vllaznia ka të kundërtën alternativë. Rinë fuqi vendimi i parshëm i arbitrit Zenullari. Vllaznia 2, Tirana 6, vijon shërbimin Aguirre. Cafarena, Qekini për Alberto Sjerrën, Tirana Sërishmi dhe e jashtë. Ka përfunduar me pikë aksion në favor të Vllaznisë. 3-6. Rezultati shërbimi për Gersiulin e Vllaznisë. Kupi Vega shënon Vega pikën e 7. 3 Vllaznia, 7 Tirana në setin e 5 final. Fabio Hoxha në shërbim për Tiranën. Cafarena. Sierra finalizon pas ti pasi të përkryer të Qekinit. 4 Vllaznia, 7 Tirana, shërbimi për kuqe blut me Gilvan Talani. Talani shërbimi për Vllaznin. E kalon në sukses. Sulmi për Tiranën. Kamenica, Qekini për Talanin i papërmbajtshëm në këtë gjujtje në fushën kundërshtarë dhe pika 5 për Vllaznin. 5-7 rezultati në këtë set final të 5. Talani Vega për Tiranën, por Cafarena ka pjath një topin e parë. Sierra i pam poshtu. Shparthen Sierra, Alberto Sierra. 6 Vllaznia, 7 Tirana, pushimi kërkuar nga Arben Sako. Emocione drejtëruese të nderuar shikues të Veriu Sport, që pendistit të ndeshje drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës. Tirana fitoi 2 setet e parë. Kundër përgjigjet Vllaznia me fitimin e 2 seteve radhazi 3 dhe 4 dhe tashmë luhet seti 5 final. Rezultati është 6-7 për Tiranën. Në pikën e 8 ndrohen fushat. Gilvan Talani në shërbim për Vllaznin për të barazuar rezultatin, nëse sulmi i Vllaznin të ketë suksese. Kalon Talani, sulmi për Tiranën, Kamenica, pika 8 dhe 8-6 për Tiranën, dhe si shta me herët, në pikën e 8, duke qenë se seti finalet dhe luhet vetëm me 15 pikë. Ndrohen fushat e skuadrave. Tirana kalon nga krahu i majt në krahun e djathtë të ekranit tuaj të nderuar shikues të Veriu Sport. Ndërkohë që Vllaznia zhvendoset nga e djathta e ekranit në të majtën e ekranit që për në ndihqin dhe të për drejt. 8
Tirana 6 Vllaznia. Shërbimi për Vegen. Kalon me sukses. Çekini për Sierrën. Me sukses për Vllaznin, thënë jashtë bloku Bardhë Blu, 7-8 për Tiranën. Alberto Daniel Sierra në shërbim për Vllaznin. Fort, i saktë shërbim. Aksioni për Tiranën që Kamenica finalizon 9-7 plus 2 Tirana. Kamenica në shërbim për Bardhë Blut. Ka gabuar Santiel Kamenica e përrejton jo mirë dhe trajneri i Bardhë Bluve Arben Sako, kur Vllaznia afrohet me 1 pikë, 8 Vllaznia, 9 Tirana. Sebastian Palacios në shërbim për Vllaznin. Tirana në aksion. Thënë bloku dyshi Vllaznis me Julen dhe Çekinin për topi përfundon jashtë, pika 10 për Tiranën, plus 2 Tirana. Shërbimi për Kreshnik Malajn e Tiranës. E ka shpërdoruar dhe përsëri tekniku Sako i pakënaqur në shërbimin e lojtarëve të tij. 9 Vllaznia, 10 Tirana, shërbimi për Fation Çekinin. Aksioni për Tiranën. Dhe ka shpërthyer Vega, po tregon klasën e këtë set të pestë. I kishte Vicente Vega, shërbim pikën e 11 për Tiranën, ndaj 9 të Vllaznis. Shërbimi për Aldo Kupin e Bardhë Bluve, ndrim tek Tirana, largohet e Kamenica, ndroi Kapidani. Cafarena Çekini kalon topin në vështirësi Vllaznia. Kënë blok e Vllaznis, ke vull Tirana. Përsëri Vllaznia këthen 2 herë razin në blok. Prova 3 për Tiranën, përsëri Vllaznia e blokon sulmin Bardhë Blu. Cafarena! Super Cafarena! 10 Vllaznia, 11 Tirana. Klasikja e voleybollit shqiptar, po e përligj më smiri edhe protagonizmin e të dyja skuadrave. Kalon shërbimin Cafarena, sulmi për Tiranën që finalizon mjaft mirë duke shënuar pikin e 12 pikërisht numri 10 Aguera. Dhe kjo një vërbësti huaj, ndrim tek Tirana, rikthehet në loj Kamenica, largohet gesti Kapidani, shërbimi për Aguerën. Pushimi kërkuar nga tekniku i Vllaznis Artan Kalaja, ku rezultati është shifrat 10-12. Tirana kryeson me 2 pikë plus. Një ndeshje plot të emocione, rivalitet dhe dramacitet. 0-2 për Tiranën,
fillimisht 2-2 barazohet rezultati dhe seti final është në shifrat 10 Vllaznia, 12 Tirana që i duhen edhe 3 pikë për ta mbyllur krejt ndeshjen në favor të saj. Por që Vllaznis duhen më tepër, duhen edhe 5 pikë. Shërbimi për Aguerën e Tiranës. Aguerë jep mundësi një shans Vllaznis. Një frymëmarrje dhe një mundësi kur ngushtohet rezultatin e 11-12 gjithnjë në favor të Tiranës. Shërbimi është për Gjersi Julen. Kalon shërbimin. Vllaznia mban në lojë Talani. Tirana me vështirësi e mban në lojë. Përsëri Vllaznia ka mundësi. Dhe tashmë nuk arrin ta mban në lojë Tirana dhe barazim 12-12. Entuziazëm, spektakel. Në pallatin e sporteve Çaçin Dervishi. Të duket se një super finale kjo. Që përzhvillohet në pallatin e sporteve Çaçin Dervishi. Seti 5, baraspesh 12-12. Thën bloku i Vllaznis, por përfundon jashtë vijave kufizuese në avantazh Tirana, 12-13. Shërbimi për Tiranën me Fabio Hoxhën. Hoxha në shërbim për Bardheblut. Cafarena Çekini për Talanin, që ka shënuar dhe ka barazuar rezultatin në 13-13. Nuk ka kur shkon më shumë se kaq për ta komentuar dhe për ta quajtur një super finale të vërtet. Set final në barazim 13-13. Ky është rezultati që përligj gjithçka me këtë super ndeshje që po zhvillohet në pallatin e sporteve Çaçin Dervishi. Talani ka lënë topin, sulmi për Tiranën. Vega, topin loj përsëri, por nuk e kthen si duhet. Vllaznia dhe jep avantazhin Tiranës 13-14. Vetëm një hap larg është Tirana. Vetëm një pikë larg është Tirana e drejtuar nga tekniku Arben Sako. Është larg fitores se këtij seti dhe të kretë ndeshjes me rezultatin 2-3. Nëse shënon në këtë shërbim të fundit Veka, mbyllët ndeshja në të kundërt të Lion, shërbimi për Tiranën. Vllaznia kap topin e parë, Çekini për Sierrën. Tirana në aksion për pikën e fundit dhe barazim 14-14. E jashtëzakonshme. Vetë shifrat të nderuar shikues të Veriu Sport e përligjin atë që tha më herët, për spektaklin, dramacitetin, emocionet që po dhuron kjo ndeshje. Tashmë don pikët shtesë, pushimi i kërkuar nga tekniku i Tiranës Arben Sako. Nëse më herët tham se me pikën e 15 mbyllet ndeshja, tashmë duhet thënë që duhen pikët shtesë. Minimalisht duhen 16-14 për njërin nga skuadrat. Nëse barazohen në 15-15, atëherë duhet 17-15 dhe kështu me radhë. Po gjithsesi do ta vërtetoj fusha e lojës, do ta shpalos performanca e voleybollistëve në fushën e lojës, të cilët rikthehen tashmë pas pushimit dhe shërbimi është për Vllaznin me Alberto Vierën, barazim 14-14. Vllaznia kërkon pikën e avantazhit, pikën e 15. Sierra, shërbimi i tij i fortë. Tirana në aksion. Sierra ka bjaftë topin e parë, Cafarena ka mundësi të shutojë dhe ka gjuajtur
me shumë sukses. Nikolin Qafarena jep avantazhin Vllaznis 15-14. Edhe një kërkon tifozeria me bërëritje dhe një piki duhet Vllaznis për të fituar ndeshjen. Alberto Sierra në shërbim për pikën e fundit të kësaj ndeshje nëse të regoti suksesshëm. Sierra gjuan fort dhe shënon drejt për drejt nga shërbimi. Fiton Vllaznia. Fiton Vllaznia të nderuar shikues me rezultatin 18-16. Me rezultatin 16-14 dhe fiton të gjithë ndeshjen me shifrat 3-2. Emocione të pa diskutueshme të nderuar shikues lloj kjo ndeshje. Fitoi 2 radhazi Tirana. Barazon Vllaznia dhe e përmbys duke fituar setin 5 dhe të gjithë ndeshjen me shifrat 3-2. Nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes dhe i falenderoj të gjithë ato që na ndoqën drejt për së drejti në portalin Veriu Sport, duke shpresuar që kemi përcjell me vërtet emocione shumë, sepse të tilla ishin emocionet e kësaj ndeshje dhe meriton një bravo. Një bravo si shtekson edhe Petrit Lisha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht teksa ka ndjekur ndeshjen drejt për së drejti. Një bravo për ekipin e Vllaznis, i cili tashmë është në plan të parë duke festuar fitoren e ndeshjes me rezultatin 3-2. Ja pra çfarë prodhon voleybolli të nderuar shikues nga 0-2 për Tiranën. Vllaznia përmbys në shifrat 3-2. Pam në këto momente edhe përshëndetjen e dy trajnerëve, Artan Kalaja i Vllaznis dhe Arben Sako i Tiranës, pas mbylljes dramatike të kësaj ndeshje. Rikujtojmë një rezultatin: Vllaznia 3 dhe Tirana 2. Ne u takoshim në të tjera ndeshje.